Alhamdulillahi wa kafa, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Mendimin të nësi të kunjët Allah subhanahu, ata e losë dhe ati për gjëron që të lavdëroj dhe të bekoj dërgunit ti Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e ti të pëzgjedhur. Të ndërë vëllezër dhe motra. Në zbërthimin e vlerës një përcaktimi, është shumë themelore njohja e gjithë përbërzve të atij përcaktimi dhe gjithë vetive të atij përcaktimi, mirë po duke i shikuar ato si tërsi dhe jo ndamës. Saktësisht, shpesh disa vlera duke qenë të kombinume me njëra tjetrën e kanë kuptimin e plotë dhe jo duke qenë veçmas. Aq më tepër që disa kësisojnë madje shihen edhe me një logjik shumë thjesht, po edhe shikojmë ndoshta edhe nga natyrshmëria. Për shembull, vetia e mëshirës. Shpesh ndoshta vetinë e mëshirës nëse e shikoni një përcaktim të caktuar, e gjenë që vetëm si mëshirë mund tjetë edhe dobësi. Po në anën tjetër kur e gjenë që ajo është e kombinuar me diçka tjetër, gjenë që e ka një vlerë edhe më të madhe. Për shembull, në bashkësi, sikur se e gjejmë në një evidencë kuranore, ajo që ka jep kuptim një çifti ose që ka jep kuptim të plotë një martese është kombinimi i dy vlerave. Thot Allah subhanahu wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Allahu ka bërë mes juve, mes çiftit ka bërë dashuri edhe mëshirë. Saktësisht, sikur na jepet një mesazh që një bashkësi e cila ndërtohet vetëm mbi dashuri nuk funksionon. Po edhe nëse ndërtohet vetëm mbi mëshirë nuk funksionon. Mirë po e ka kuptimin e plot edhe domethënien edhe historinë e shëndosh nëse ka edhe dashuri dhe mëshirë, sepse ka aspekte të cilat procesohen edhe rregullohen në bazë të dashurisë dhe ka të tjera që rregullohen në bazë të mëshirës. Ne në ligjratën e kaluar, saktësisht mësimin e kaluam, e trajtuam pjesën e drejtësisë së Islamit. Dhe drejtësia e Islamit, padyshim, është ajo pjesa madhështore që neve na mbërthen, po edhe na shoqëron në çdo botkuptim tonë në raport me fenë. Mirë po, a lojmë botkuptimin e Islamit edhe njohjen e kësaj feje vetëm mbi bazën e drejtësisë, apo duhet të shohim edhe aspekte tjera të cilat e kompletojnë mozaikun e domethënieve dhe rrjedhimisht i japin një bukuri tjetër. Saktësisht, koncepti i bukurisë na bën që me e bëni reflektim pikërisht në këtë domethënie. Bukuritë tek konceptet, tek figurat, në shumë të raste nuk kanë të bëjnë me një ngjyrë, nuk kanë të bëjnë me një vlerë dhe me një përcaktim, po me një kombinim. Kur është kombinuar mirëfilli njëmori ngjyrash, apo edhe kur janë kombinuar mirëfilli figurat ose diçka e kësaj natyre. Për arsye sot me lenin Allah subhanahu wa taala do të flasim për diçka e cila besojmë dhe konstatojmë që e plotëson kuptimin e drejtësisë së Islamit. Saktësisht, ligjata e sotme ka të bëjë me mëshirën si vlerë, me mëshirën si diçka e pranishme në fenë Allah subhanahu wa taala. Ndaj kam dëshirë që për ta kuptuar këtë temë ta lidhim pikërisht me atë që sapo e thash. Mëshirën të mos e shohim vetëm si mëshirë, të pashoqëruar me drejtësinë. Dhe drejtësinë të mos e shohim vetëm si drejtësi, të pashoqëruar me mëshirën e Islamit. Mirë po fillimisht, kjo veti, saktësisht mëshira dhe mëshuria edhe butësia shpirtërore dhe përdallimi që e kemi për tjetrin, ose që e kemi për ta ndihmuar tjetrin, për ta falur, për të qenë me të, për t'i dalur në ndihmë dhe për të qenë në interesin e tij, pa hyrë ato dallimet e zbërthimeve gjuhësore për fjalën mëshirë dhe për dallim edhe mëshuri, dëshiroj ta trajtoj këtë pjesën themelore, që ndoshta nuk e mendomi konceptin e mëshirës tek feja, nga që perceptimet e tona mbi fejen janë perceptime shumë abstrakte. Kuptimin që nuk e shohim fejen si shpallje, nuk e shohim fejen si kumtesë hyjnore, po më shumë e shohim fejen si një renditje disa domethënieve, e pastaj nëse dikush ka pak më shumë dije, mundohet ta gjej kush e ka bërë këtë renditje, e në mungesë të dijes ndoshta edhe lojmë pa përgjigje. Kështu që a kemi menduar mëshirën si karakteristikë e fesë Allahut, a kemi menduar mëshirën si veçori e dispozitave sheriatike, a kemi menduar mëshirën si vlerë edhe si standard
i normave fetare, po edhe i adhurimeve edhe i rregullave të fesë Allahu subhanahu wa taala. Para se mi përgjigj kësaj, është shumë themelore që të ndalemi për ta trajtuar pikërisht atë që është thelbi i krejt trajtesës, që ka të bëjë me mëshirën e Zotit, i cili Zoti e ka shpallur këtë fe. Neve në tankon do të na shoqëroj pikërisht këtë domethënie. Ne jemi duke treguar për bukuritë e Islamit. Mirë po ndoshta shpesh bukuritë e Islamit na tingëllon sikurse po flasim për bukuritë e një subjekti ose një ideologjie ose të një përcaktimi ideor, po na ik nga mendja që ne duke folur pikërisht për fenë Allahu subhanahu wa taala. Ndaj nëse njohim Allahun, rrjedhimisht i bie ta njohim fenë e tij. Nëse e kemi në konsiderat mëshirën e madhe të Allahut, atëherë duhet me pas në konsiderat që kjo mëshirë Allahu subhanahu wa taala shpërfaqet dhe e gjojmë të prekshme, e gjojmë të kuptueshme edhe në shpalljen e fesë të tij. Thot Allahu subhanahu wa rabbukel ghafuru dhur rahma. Zoti yt është falës i madh, po është edhe i mëshirshëm. Law yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahumul adhab. Po sikur Allahu t'i dënonte njerëzit për atë çka bojnë, do t'ua përshpejtonte dënimin. Saktësisht Allahu subhanahu wa taala do t'i dënojë ditën e gjykimit, nga që ne e mësuam në ligjatën e kaluar me drejtsinë e Allahut, dhe prej drejtësisë së Allahut është edhe ndëshkimi i kriminalëve dhe ndëshkimi i mohuesve dhe i dhujtarëve. Mirë po Allahu me rahmetin e tij i afatizon njerëzit, u jep rast njerëzve që të reflektojnë, u jep kohë njerëzve që të mendojnë për t'u kthyer Allahu subhanahu wa taala. Prandaj na para çdo herë që recitojmë fjalën e Allahu subhanahu wa taala, saktësisht Kur'anin, para çdo vepre të mirë e kemi frazën e cila është veçoria e Islamit, Bismillahirrahmanirrahim, që është me emrin e Allahut të gjithëmëshirshmit, mëshiruesit, i cili është i mëshirshëm në natyrën e vet, në qenien e vet, po është edhe mëshirues që e zbaton edhe realizon këtë mëshirë, dhe krejt kjo që të jetë në përditshmërinë tonë një qasje që nuk e minojmë ndryshe Zotin vetë se të mëshirshëm edhe mëshirues. Dhe Allah subhanahu wa taala teksa flet për vetveten thot: "Wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim." Dini që i adhuruari juaj është një adhuruar i vetëm. I adhuruari juaj i vërtet është një adhuruar i vetëm, që është Allahu subhanahu wa taala, e që Allahu Zoti juaj është i mëshirshëm edhe është mëshirues. Sikur se Allahu subhanahu wa taala thot: "Wa rahmeti wasi'at kull shay." Mëshira jeme ka përfshirë gjithçka. Nëse e kemi në konsiderat këtë domethënie, gjithëpërfshirjen e mëshirës së tij tek gjithçka. Domethënë gjithçka e ka prek mëshira e Allahut. Madje mëshira e Allahut subhanahu wa taala i ka prekur edhe ata të cilët ndoshta nuk e besojnë Zotin. Mëshira e Allahut i ka prekur edhe ata të cilët janë rreshtuar kundër Zotit. I ka prekur sepse me mëshirën e Allahut ata frymojnë, me mëshirën e Allahut subhanahu wa taala ata jetojnë. Mirë po kjo mëshirë nuk do t'i përfshijë ata në ditën e gjykimit. Dhe në ditën e gjykimit do ta meritojnë dënimin e ashpër të Allahut subhanahu wa taala. Wa rahmeti wasi'at kull shay. Mëshira ime ka përfshirë gjithçka. Nëse ne kemi në konsiderat që mëshira e Allahut ka përfshirë gjithçka, atëherë pyetja bazë e cila na ndihmon për të hyrë në temë është pikërisht kjo. A mund ta mendojmë mëshirën e Allahut në gjithçka, po të mos e mendojmë tek dispozitat. Do thonë, nëse ne analizojmë rregullat, analizojmë obligimet që Allahu na i ka bë, a i mendojmë që këto obligime teksa na i ka bë Allahu subhanahu wa taala, teksa na ka ngarkuar me to, a na ka përfshi mëshira Allahu subhanahu wa taala apo jo? Ose teksa Allahu subhanahu wa taala na ka kërcënuar me dënimin e tij, apo teksa na ka bë rregulla, norma dhe ligje se si të jetojmë edhe se si të bashkërendojmë jetën, krejt këto a janë me mëshirë apo nuk janë me mëshirë? A janë vetëm me drejtësi apo janë, domethënë, me drejtësi edhe me mëshirë? Imam Ahmedi dhe Buhariu Muslimi për Ebu Hurajrës shënojnë që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Lamma qada Allahu al-khalqa kataba fi kitabihi fa huwa 'indahu fawqa al-'arsh. Inna rahmati ghalabat ghadabi." I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kur Allahu subhanahu wa taala ka kryer krijimin, kur ka përfunduar atë krijimin që e ka bërë në fillim të ekzistencës së krijesave, thot pasi ka krijuar krijesat, Allahu subhanahu wa taala tek një libër që është tek ai në arsh, tek fronti i tij, Allahu subhanahu wa taala e pas ka shkruar që mëshira jeme e ka mujt hidhnimin ta. Mëshira jeme është më e madhe se sa hidhnimi jam. Mëshira jeme dhe përdallimi jam për krijesat e mia është më e madhe se sa hidhnimi edhe pezmi i Allah subhanahu wa taala. Kështu që sa i mëshirshëm dhe sa gjithëpërfshirëse është kjo mëshirë, është gjanë
dhe nuk kalon gjë pa prek. Është e gjanë madje me mëkatarët edhe gabimtarët. Allah subhanahu wa taala thot: "Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Thuaj robëve të mi të cilët e kanë tepruar me gjuna, thuaj që mos ta hupin shpresën tek mëshira Allah subhanahu wa taala. Të mos e mendojnë gjendjen e tyre të keqe si pengesë për t'u kthyer tek Allahu dhe për të fituar prej mëshirës së Allahu subhanahu wa taala. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, se Allahu fal mëkatet në tërësi. Saktësisht Allahu subhanahu wa taala pasi tregon që nuk do të më hub për shpresën tek ai, na tregon që falen mëkatet. Dhe kjo falje e mëkateve është një përshkrim prej përshkrimeve që ka të bëjë me Zotin, për t'regu se çaq është i mëshirshëm, saqë edhe kur është tepruar lajthitja, edhe kur është tepruar distanca, megjithatë nëse njëri vendos me kthy Allah subhanahu wa taala derën e ka të hapur për t'u kthy dhe rrjedhimisht për t'u falur mëkatet. Më shumë se sa me medituar në këtë lloj ajetësh, faktin e fatit ton të mirë se si mund të pastrohemi dhe se si mund të shpëtojmë prej të keqes së veprave tona, do të më menu se sa i mëshirshëm është ky Zot i cili na premton kësaj faljesh. Se sa i mëshirshëm është ky Zot i cili na premton kësaj mëshire që është do thotë veçantia e tij, e që gjithherë kur të folmi për mëshirën e Allahut, jena duke folur për një mëshirë absolute. Jena duke folur për një mëshirë të pakrahasueshme. Jena duke folur për një mëshirë e cila nuk i afrohet në një asnjë shembull që ne mund ta përfitojmë. Kështu që mëshira e Allahut subhanahu wa taala shfaqet gjithkund. Mirë po një domethënie që është shumë themelore e që është thebi i ligjatës. Thot Allah subhanahu: "Au taqulu law anna unzila aleyna al-kitabu lakunna ahda minhum." Apo të thuani jo sikurse apo të thuani që sikur të na ishte zbrit neve një libër, sikur të na zbrit neve një libër, ne do të kishmi qenë më të përudhën, më të udhëzuar sa ata. Kuptimin që ne do të na duhej vetëm na vinte prej Zotit një udhëzues, një udhëzim, një shpjegim, një shpallje, se nëse na vjen, na himin udhë. Pastaj thot Allah subhanahu: "Faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum wa huda wa rahma." Dini se ky libër që ka ardhur, Kurani që ka ardhur, shiheni edhe konsideroni këtë libër që ka ardhur prej Zotit si një udhëzim edhe si një mëshirë. Do të thonë, Allahu fal mëkatarët, e kemi të qartë. Allah subhanahu wa taala ju jep afat mëkatarët kthehen, e kemi të qartë. Allah subhanahu wa taala i fal këtë mëkatet, e kemi të qartë. E kemi të qartë që Kurani dhe përmbajtjet kuranore, dhe ajetet kuranore, dhe dispozitat kuranore, dhe gjithçka që del prej Kuranit është mëshirë për mëshirave të Allahut subhanahu wa taala. Ndoshta shpesh mëshirën e Allahut subhanahu wa taala më shumë e mendomi te aspektet e jetës, tek begati, tek mirësia, tek shëndeti, tek mbulimi i tmetave tona kështu me radhë. Mirë po, shumë pak e kemi menduar që ajo mëshira e madhe e Allahut është zbritja e Kuranit, që Allah nuk na kalon errësirë, Allah nuk na kalon humbje, nuk na kalon huti. Hutia është një prej formave më të këqija të jetuarit. Nuk ka jetë më të keqe se sa dikush i cili jeton huti. Dhe nuk ka huti më e madhe se sa të jetosh pa librin Allah subhanahu wa taala, pa udhëzimet e Allahut të madhruar, pa këtë ndriçim hynor që Allah subhanahu wa taala ka bën njerëzimit nëpërmjet mëshirës së tij duke zbritur Kur'anin. Allahu te baraka taala kur flet për Kur'anin thotë tanzilun minar rahmanir rahim. Thotë dini se kjo është shpallje prej të mëshirshmit mëshirues. Pse i ka përgjithë Allah subhanahu wa taala pikërisht të dy emrat që kanë bëjë mëshirën, teksa na tregon për zbritjen. Teksa, për shembull, nuk e ka thënë Allah subhanahu wa taala, Allahu e ka shpallur, Allahu është i gjithdijshëm. Allahu e ka shpallur dhe dija e tij është absolute. Mirë po e ka përmend, tanzilu minar rahmanir rahim, ka zbrit ky libër prej atij i cili është i gjithmëshirshëm edhe mëshirues. Kështu që fakti që Allahu na ka dhënë libër, fakti që na ka dërguar, tregon që kjo fe e cila ndërtu mbi një libër, kjo fe e cila bazë themelore ka Kur'anin, është fe që në prej bukurive të saj është mëshira, prej pjesën më të pashmangshme të saj është mëshira, prej standardeve të saj është mëshira. Sigurisht që edhe vetë suneti i Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam përbën të njëjtën mëshirë, sepse dërgimi i profetit është mëshira e madhe e Allahut subhanahu wa taala, sigurisht se flet Allahu subhanahu wa taala për dërgimin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin", dhe ty të kemi dërguar si mëshirë për këtë botnat. Ty jo Muhammed, të kemi dërguar mëshirë për këtë botnat. Domethënë, e ka dërguar Allahu subhanahu wa taala pejgamberin sallallahu alaihi wasallam mëshirë për këtë botnat, për të shpëtuar njerëzit dhe gjendët në të dy botat, po edhe mëshirë edhe për botët e tjera.
Sepse njeriu kur qytetërohet, njeriu kur arsimohet dhe edukohet, njeriu kur ngritet mbi vlerat e fesë, mbi vlerat e shpalljes, njeriu është më i mirë edhe madje edhe për natyrën, edhe për rrethin mjedisor, madje edhe për kafshët. Për gjithë këtë që rrethon, ajo është pastaj më i mirë dhe kjo më e mira e tij ka si rrjedhim i veshjes së tij me mësimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili vetë ka qenë shumë i mëshirshëm. I cili profet ka ardhur si mëshirë, na e ka mësuar mëshirën, na e ka kumtuar mëshirën e quajtur Kur'an, po edhe vetë ka qenë i mëshirshëm edhe e ka shpërfaq mëshirën. I mëshirshëm ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, madje edhe në raport me pabesimtarët të cilët janë vërshtuar kundër tij. Për shembull, siç e gjejmë rastin që shënojmë Buhariu pe Aishës radhiyallahu anha, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e dëbojnë për një qyteti ku kishte shku për t'i thirrë ata për të adhuruar Allahun subhanahu wa taala, dhe vjen pastaj një prej engjëve të Allahut dhe i thotë jam i urdhëruar me armë të pyet se si me i ndëshku këta. I thotë nëse dëshiron, unë mund t'i palosi 2 kodra që ata kishin banu mes 2 kodrave në një lugim, edhe t'i shkatroj në tërsi këta njerëz cilët nuk po të besojnë edhe po të dëbojnë prej vendit tyne. E pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me mëshirën e tij thotë bel arju an yukhrij Allahu min aslabihim man ya'budu Allaha wahdahu la yushrik bihi shay'a. Thotë në vërtet unë shpresoj që Allahu prej pasardhësve të këtyne, tek pasardhësit e këtyne njerëzve që mu po më dëbojnë edhe nuk po më besojnë, unë shpresoj që prej këtyne ka me pasën besimtarë dhe udhëtarë të Islamit, të cilët kanë me adhuru vetëm Allahun subhanahu wa taala, nuk kanë me bë Allahut shirk. Kjo qasje dhe kjo formë e përdëllimit ndodh vetëm prej një profeti që është mishëruar me cilësinë e mëshirës. Vetia e mëshirës ka qenë vetia e përhershme e tij. Sigurisht e shohim Muslimin për Abu Hurajrës që njëherë pas torturave të shumta që kishin pasur sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam prej pabesimtarëve, prej idhujtarëve saktësisht, kanë ardhur dhe kanë thënë ja Rasulullah, ud'u Allaha 'ala al-mushrikin. O idhur Allahut, lutju Allahut kundër idhujtarëve, kundër mushrikëve, do thotë lutu kundër tyre që Allahu t'i mallkoj edhe t'i shkatroj. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë inni lam ub'ath la'ana, innama bu'ithtu rahma. Thotë mu Allah nuk më ka dërguar si mallkues, mu Allah më ka dërguar si mëshirë. Do thotë Allahu është i mëshirshëm, e dërgon këtë profet si mëshirë, Kur'anin e bën mëshirë për njerëzit. Çish mund të më kon feja e tij pastaj? Qysh mund të kon feja e tij vetë e zbukuruar dhe i heshuar me konceptin e mëshirës, me standardin e mëshirës, një vlerë e pashmangshme e saj, padyshim që është mëshira e Allahut subhanahu wa taala, edhe koncepti i përgjithshëm të thotë i mëshirës. Madje në një transmetim tjetër të këtij hadithi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jo vetëm që nuk është lutur kundër tyre, po ka thënë Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. O Zot jam për udhë, shtini në udhë, udhëzoj popullin tem, se ata nuk e din. Ata nuk e din që unë kam marrë mëshirë për ta. Ndërka që ata mendojnë se unë kam marrë për t'ua prishë renat e jetës edhe për t'i zbrapsur prej zakoneve, po në të vërtetë ka ardhur vetëm për t'i zbrapsur prej zakoneve të mbrapshta, e jo edhe prej vlera dhe virtyteve që çdo popull i ka. Mirë po kur vjen një misionar, kur vjen një reformator, ai koncentrohet për ta bërë më të mirën tek pjesët ku ata kanë ngecë, dhe jo për të rënuar të mirën që e kanë lënë parasit e tyne. Dhe kjo ka qenë tek arabët, ka qenë tek popujt e asaj kohe, po është edhe tek popujt e sotit. Kështu që edhe një therrës sot që insiston edhe këmbgul për të ftuar njerëzit tek Allahu subhanahu wa taala, ai nuk është duke bërë një thirrje për të hequr dorë njerëzit prej vlerave që i kanë trashëguar prej etërve edhe prej gjyshëve të tyre, mirë po për të plotësuar çka i mungon. Ju mungon besimin në Allahun, atë do ta plotësojmë. Ju mungon adhurimi Allahut, atë do ta plotësojmë. Ju mungon bindja në Allahun, atë do ta plotësojmë. Ju mungojnë disa vlera morale, ato do t'i plotësojmë, mirë po jo që do të rënohet gjithçka e cila ka qenë më përpara. E gjojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të mëshirshëm, se është dërguar nga i mëshirshmi, me Kur'anin që është mëshirë për njerëzit, e gjojmë mëshirshëm edhe si mësues. E shohim nga Muslimi prej Muawiya ibn al-Hakim as-Sulami, kur njerë kishtë ardhë dhe i shfalën të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe kishtë bërë një gjest që kishtë qenë gabim edhe vazhdon të jetë në dispozitat e fejes si gabim, teksa ka qenë duke falë. Edhe thot, teksa unë gabova, thot njerëzit, thot, veç se më dhanë shenjë me sytë e tyne, shenja hidhnimi, nervozizmi, thot mirë, po kur i Allah sallallahu alaihi wasallam thot u falë, u kthy thot edhe erte kone thot ma raitu mualliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman min.
thot nuk kom pa thot mësues më të mirë se sa ky mësues Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Thot wallahi ma qaharani wala darabani wala shatamani. Thot as nuk ka bën, thot pashallah beton, thot as nuk ka bën kohë, as nuk ka ranu, as nuk ka ofendu. Thot vetëm ka thonë namazi është për diçka tjetër, nuk ban me bërë një gjest të tillë gjatë namazit. Domethënë, ky ka pas pak ditë në Islam, mirë po ka arrit me identifiku këtë mëshirë edhe këtë veçori të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ky pejgamber i mëshirshëm nuk u kanë vetëm i mëshirshëm në natyrën e vet, mirë po edhe në misionin e tij për ta mbjellë këtë vlerë tek ndjekësit e tij, tek udhëtarët e tij, tek muslimanët cilët duhet me i morë këto këshillat për Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për qenë njerëz më të mëshirshëm, sikur se shënon Abu Ya'la, Shehrbani thotë hadithin sahih për Enesit, që Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë walladhi nafsi biyadi, pash atë ndër cilit është shpirti jam, thotë la yadullahu rahmatahu illa ala rahim. Thotë Allahu nuk e vë mëshirën e tij vetëm se tek njerëzit e mëshirshëm. Allahu e lëshon mëshirën e tij tek njerëzit e mëshirshëm. E pastaj ka thënë ujdur Allahut kulluna yarham. Allahut na krejt e kena një moment që mëshirojmë dikë për diçka. E pastaj Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë leysa bi rahmeti ahadikum sahiba yurhamu an-nas kafa. Thotë nuk jam të folën që her pas here e mëshironi dikë. Thotë ideja është kur e keni veti të përgjithshme të jetës me krejt njerëzit. Me krejt njerëzit, me qenë njerëz të mëshirshëm. E shënon Imam Tirmidhiu, Shehrbani thotë hadith jo sahih për Abdullah ibn Amr, që Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë rahimuna yarhamuhumur rahman. Dini që mëshirshmit i mëshiron i mëshirshmi absolut, Allahu i madhreshëm. Irhamu men fil ardi yarhamkum men fis sama. Dini që thot mëshironi ata të cilët janë tokë, që t'ju mëshirojë ai i cili është domethënë në qiell. Saktësisht Allahu i madhreshëm. E shohim Buhariu Muslimi për Jarir ibn Abdullah, që Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë la yarhamullahu man la yarhamun nas. Allahu nuk e mëshiron dikë i cili është i pamëshirshëm me njerëzit. Allahu nuk e mëshiron dikë i cili është i pamëshirshëm me njerëzit, sikur sa në hadith tjetër, që shënim Muhamedi Imam Tirmidhiu, Shehrbani thotë që hadithi është sahih, për Abu Hurairës Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë la tunza'u rahmatu illa min shaqi. Rahmeti, mëshira nuk i hekët si cilësi, nuk i largohet si cilësi vetëm se njerëzve të fatëzi, njerëzve të pa fat. Kuptimin që nëse të ka hikë veti, nuk të përshkruan kjo veti, atëherë të bëhesh marak që Allah subhanahu wa taala të ka privu shumë dhe mund të jesh do thotë i pa fat. Kështu që është një kulturë e gjanë e mëshirës, gjithëpërfshirëse nga mëshira me tjetrin që madje edhe nuk është me ty, po ti synon udhëzimin e tij, e tutje me kategoritë e cënuara të shoqënisë, tutje me shoqënim përgjithësi, e madje deri te kafshët. E shon Imam Abu Dawudi, Shehrbani thotë hadithi sahih për Sahel ibn al-Handhaliyës, që Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një herë pas ka pa një kafshë shtëpiake se si e kishin ngarku pronarët e saj me ngarkesa të mëdha, edhe u thoshte i ka thonë asaj familje dhe të tjerëve ittaqullaha fi hadhihi al-bahaim. Thotë keni frikë Allahun në raport me këto kafshë. Domthonë menoni që keni më dalë para Allahut, edhe keni më pyet për këto kafshë se keni ngarku. Farkubuha saliha wa kuluha saliha. Thotë kur ti ngarkoni për transport, thotë bëjeni këtë punë që ç'duhet. Do thotë mos i ngarkoni më shumë se sa mundën me bajt. Sekondar që thotë kur vjen momenti që i konsumoni këto kafshë, sërish domethënë bëneni njëjtin parem që ta bani me ren. Saktësisht i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam në disa hadithe na tregon që dikush e ka fituar xhenetin sepse i ka dhënën për të pi një qeni që ka qenë jetën, dhe dikush e ka humbur xhenetin edhe ka fituar xhenemin sepse ka privu nga ushqimi, do thotë një mac. Krejt kjo për ta pru diskursin ton pikërisht ajo që është mesazhi i këtij vargu mësimesh. Kjo fe e bukur. Kjo fe e cila na ban krenar, kjo fe e cila është feja Allah subhanahu wa taala, kjo fe e cila nuk sfidohet, kjo fe e cila ka themelet e palëkundshme, kjo fe e cila është kushti për ta fituar xhenetin Allah subhanahu wa taala, kjo fe e cila nëse dikush vdes në një fe tjetër krahas fesë Allah subhanahu wa taala, e ka kërcënimin e pashmangshëm për qenë përgjithmonë xhenemin Allah subhanahu wa taala. Kjo fe e bukur e shpallur nga një Zot i mëshirshëm, e kumtuar nga një Zot i mëshirshëm, e shpjegume në Kur'an nga një Zot i mëshirshëm dhe e sjellur dhe e kumtuar nga një profet i mëshirshëm, me një Kur'an që si vlerë është mëshirë, padyshim që në çdo harf të saj, në çdo germ të saj,
në çdo rresht të kësaj feje, në çdo dispozit, në çdo normë, në çdo adhurim, në çdo ndalesë, qartë të shifet mëshira Allah subhanahu wa taala. Qartë të shihet koncepti i mëshirës. Qartë të shihet që është ndërtuar mbi vlerën e mëshirës, e cila është do thotë bukuria e fesë Allah subhanahu wa taala. Ne saktësisht, sikur që kemi përmendur në mësimin e kaluar për drejtsinë, drejtësia ka me na shoqëruar në shumë mësime për ta pasë një dispozit ka drejtësi aty. Ose një dispozit që ne mund të na doke vështirë, është e vështirë, por realisht është drejtësia e vështirë. Sigurisht që edhe në shumë dispozita kena me pa që bëhet fjalë për mëshirë. Ndoshta mund të na duket ne dispozitë lehtë, por realisht do thotë ka të bëjë me mëshirën e Allahut subhanuhu teala. Mirë po sot kalimti po i marr vetëm 2-3 shembuj sa për ta pa do thotë konceptin e mëshirës tek dispozitat e fesë. Për shembull, ibadeti i davetit, i urdhërimit mirë, ndalimin nga e keqja. Si ibadet, si adhurim, bazën më të madhe ka mëshirën. Ndaj shumë njerëz që nuk urdhërojnë të mirën, nuk dalin nga e keqja, ju mungon mëshira. Nuk ju dhimbsen njerëzit që në saj të devimeve tyne dhe mëkateve tyne dhe shpërfilljes obligimeve të Allahut, ata mund të përfundojnë xhenemin e Allahut. Do thotë, për të qenë një davetxhi mirëfill, për të qenë një thërrës i denj, për të qenë një njeri i vërtetshëm edhe i dobishëm me vlerën e davetit, dush me pas, do e mos edhe dëmshëri për njerëzit. Feja Allah subhanahu taala ka ardhur me davetin shkaku i mëshirës. Ne nuk kemi fe që synojmë që ta uzurpojmë mundësinë e shpëtimit. Ne kemi dëshirë dhe synojmë ta shpërndajmë mundësinë e shpëtimit. Mundësia e shpëtimit është pranimi i fesë Allahut, bindja ndaj Allahut, ndjekja e profetit sallallahu alaihi wasallam, edhe përgatitja për ahiret. Thot Allah subhanahu: "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana." Thot ti thirr në rrugën e Zotit tan. Ti o Muhammed dhe i tartë e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, thirrni në rrugën e Zotit tuaj me urtësi edhe me këshilla të mira. Do të gjeni momentin kur me fol, çka me thon, çysh me shpjegu, mënono me artikulu bukur një këshill, dhe këtë kjo është mëshirë për shkak të atij që na të thirr. Saktësisht na mund thjesht ta kumtojmë lajmin, keq apo mirë ta kumtojmë ashtu siç është. Mirë po jo, Allah na porosit shkaku i mëshirës së tij, edhe i mëshirës që na do ta kemi në raport me ata të cilët i thrasin. Do thotë ne nuk bëjmë daveta, nuk thrasim të mira, ndajmë nga keqja vetëm me idenë për me liru vetëm për obligimit. Ne jena shumë këmbgulët që ata ta kuptojnë, shumë këmbgulët që ata ta pranojnë. Dhe pjesë e kësaj këmbgulje është dhe mëshira që t'ju japin aty në sa më mirë artikulimin edhe shpjegimin, në mënyrë që ata ta pranojnë edhe kthehen tek Allahu subhanahu wa taala. Ose kur na tregon Allahu subhanahu wa taala për faraonin që ka qenë në shembullin më të keq të njeriut që i ka t'i kalu kufit, edhe dërgon Allah subhanahu wa taala Musain dhe Harunin për t'i bërë davet dhe për t'i thirrë, thot idhhaba ila firauna innahu tagha. Shkoni tek Firauni dhe bëni davet atij edhe shpjegojeni të vërtetën se ai ka tepruar, i ka shkel këtë kufit. Fa qula lahu qawlan layyina. Thoni atij një llaf të mirë, thoni një fjalë të butë. Kur shkoni me fol te ky diktator, te ky tiran, te ky despot, shkoni dhe thoni fjalë të buta. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Që ai të mendohet edhe të friksohet. Do thotë, edhe pse është despot, edhe pse është në shembull më të keq, edhe ti folni më të mirë, keni mëshirë ndaj tij që ta kuptoje edhe ta pranojë do thotë thirrjen e juaj. Një mënyrë e qartë e mëshirës në davet është ajo që e përmend Allahu subhanahu wa taala, "Ad'u ila Allahi ala basira." Unë thras për tek Allahu me dije. Do thotë prej pa kushteve shumë themelore të thirrjes në rrugën e Allahut subhanahu wa taala është thirrja me dije. Sepse nëse me dije fton të tjerët për tek Allahu subhanahu wa taala, me gjas ata e kuptojnë edhe mund të kthehen edhe ta pranojnë thirrjen tënde. Ndërkaq që nëse ti shkon daveti pa dije, nuk i shkon daveti i mëshirshëm, sepse shumë njerëz nuk do ta kishin kuptuar, edhe shumë njerëz do të ishin privu. Kështu që Allahu subhanahu wa taala e ka dërguar, e ka shpall këtë fe mëshirë, vetë është i mëshirshëm, edhe i dërguari i tij është cilësues i mëshirshëm dhe normat e rregullat edhe mësimet e fesë janë të ndërtuara mbi mëshirë. Sa është e mëshirshme te koncepti i thirrjes, është aq i mëshirshëm sa që fshehjen së vërtetës, fshehjen e argumenteve vetare, Allah subhanahu wa taala në Kur'an e ka kërcënuar me mallkim. Do thotë nëse dikush e dini të vërtetë dhe nuk ja tregon tjerëve,
e di që du të më urdhu dikan për të mirë, me ndalu dikan ka keqja për diçka dhe i mshef argumentet fetare, Allah subhanahu wa taala ka përmend që i ka mallku, madje aq ky ibadet është i lidhur ngushtë me konceptin e mëshirës, saqë Allahu i Madhërisht thotë: "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi dhulmin wa ahluha muslihun." Allahu nuk i shkatron njerëzit, nuk i shkatron një fshat, një qytet, një vend, nëse aty ka njerëz që bojnë davet. Nëse aty ka njerëz cilët domethënë i ftojnë tjerët, nëse banorët aty veni janë njerëz të mirë, po edhe përpiqen me i përmirësu domethënë njerëzit e tjerë. Një shembull tjetër i mëshirës në dispozitat e fesë është shembulli ose rregulli i përgjithshëm që Allahu subhanahu wa taala ngarkesat fetare ose barrat fetare i ka bërë në bazë të mundësisë. I ka bërë në bazë të mundësisë. Thotë Allahu subhanahu: "La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha." Allahu nuk i ngarkon njerëzit më shumë se sa mundën me bajt. Allahu nuk i ngarkon njerëzit më shumë se sa kanë mundësi ta përballojnë ngarkesën fetare. Saktësisht, cili do obligim fetar që e menon, duhet të jetë aksiomatike edhe pa lëkundshme mbindjet e tona që na mundemi me bajt. Saktësisht, Allahu nuk na kesh ngarkuar po të mos kesh qenë mundësitë e tona. Saktësisht tek popujt e mëparshëm, Allahu i Madhërisht në një formë formave se si ka dënuar ata duke i ngarkuar me disa obligime vështirë që përballohen. Ndërkaq për këtë umet, për idhtarët e Islamit edhe idhtarët e vulës së profetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e ka bërë si rregull dhe bukuri të kësaj feje që nuk ngarkohesh më shumë se sa do thotë e përballon. Thotë Allahu azza wa jall: "Liyunfiq dhu sa'atin min sa'ati." Kur tregon për dispozitat pas divorcit që duhet bashkëshorti të shpenzoj për ish bashkëshortën e tij në një periudhë caktuar, edhe nëse kanë fëmijë, thot burri, bashkëshorti, thot let shpenzoj, let harxhohet për ish bashkëshortën e vet në atë periudhën e pritjes, edhe për fëmin, qysh i ka mundësit. Thot i ka mundësit, është i pasur, ai duhet t'jep më shumë. Domethënë, nuk shkon me përcaktuar në një minimale, po shkon në bazë të mundësisë që ka. Pastaj thot: "Wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah." Ndërkohë që ai i cili ka rrenat më ngushtë, nuk i ka rrenat e mira financiarisht, atëherë çysh i ka rrenat let shpenzoje për këtë, do thotë, për këtë rast, për ish bashkëshortën apo për fëmijën. Thot: "La yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha." Se Allahu nuk i ngarkon njëri më shumë se sa mund të bëjë. Domethënë, nuk mundet me pasën atëfar obligimin e kujdestarisë, aspektin financiar, njëjtë i varfri edhe do thotë i pasuri. Edhe i pasuri nuk mund të lirohet prej barrës më të madhe duke ju referuar të varfrit, dhe i varfri nuk mund të mu bë kahre që nuk e ka mundësinë e të pasurit. Sepse prej rregullave të përgjithshme të fesë është që bukuria e kësaj feje është mëshira, dhe pjesë e kësaj mëshire që mos mu ngarkojë njëri më shumë se sa do thotë mundet me bajt. Ose për shembull tjetër i mëshirës së Allahut subhanahu wa taala është do thotë ibadeti i zakatit. Ne gjithë kemi zakatin obligim, një pjesë, një sasi të pasunisë, pasi që e kemi tubuar dhe ka fjetur një vit, e kemi obligim një pjesë pasunisë të japmi për varfrit, edhe për kategori që i ka përcaktuar feja kush e meriton zakatin. Krye këpot, koncepti i zakatit si dispozit ndërtohet mbi vlerën edhe mbi përcaktimin e mëshirës. Ka interesa të ndryshme, ka interesa edhe politike, interesa edhe shtetformuese e kështu me radhë, mirë po një prej domethënie më themelore të këtij mekanizmi social është pikërisht do thotë koncepti i mëshirës, edhe shumë do thotë shembuj të tjerë që ndoshta kemi me i trajtuar në kuadër të mësimeve të tjera, ku mësimet nuk do të jenë enkas për mëshirën, po për shembuj për aspekte të fetarisë, po që dikun lidhen me drejtsinë, dikun lidhen me mëshirën, dikun lidhen me vlera dhe bukuritë e tjera të Islamit. Madje, edhe me këtë përmbylli, një shembull më të shpërfaqshëm për ta kuptuar se sa i mëshirshëm është Allahu subhanahu wa taala, po pastaj sa i mëshirshëm është proklamata e tij fetare, se sa i mëshirshme është shpallja në natyrën e vet, se si është mëshirë, se si përbën mëshirë, dhe se si Kurani përbën mëshirë, dhe se si mesazhet kuranore dhe fetare përbën mëshirë. Është një prej mëshirës së Allahut subhanahu wa taala dhe një mëshirë që na ka përfshirë gjithëve, është mëshira e fitrës, do thotë natyra jon fillestare. Ajo se si Allah na ka kriju në një ose tjetër kuptim, në një ose tjetër lezim, na del të jetë mëshirë. Do thotë Allahu kur e ka kriju njeriun
nuk e ka krijuar të deformuar në natyrë, nuk e ka krijuar të prishur në shpirt, nuk e ka krijuar, do thot me prirje të cilat janë në kundër thelbit edhe esencës së tij. Ai ka prirje tutje për diçka, mirë po thelbin edhe esencën e ka e mira. Saksisht, e shohim Buhariu për Enesit radhiyallahu anhu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ditën e gjykimit, yaqulu Allahu ta'ala li ahwani ahli an-nar 'adhaban yawm al-qiyamah, në ditën e kiametit do t'i thotë Allah azza wa jall njeriut me dënimin më të lehtë në zjarr. Do të pasi të hyjnë njerëzit në zjarrin e xhenemit, do t'i thotë atij i cili ka dënimin më të vogël, do t'i thotë kësaj: "Law anna laka ma fil ardi min shay'in akunta taftadi bih." Nëse kishe pasti këtë pasurinë e dunjës, a e kishe dhënë sot me dal pikë këtij vemi? A e kishe dhënë këtë pasurinë me shpëtu prej dënimit të Allahut subhanahu wa taala? Ai thot po, e kisha dhënë krejt për me dal prej xhenemit. E pastaj Allah subhanahu wa taala i thot: "Aratu minka ahwan min hadha wa anta fi sulbi Adam." Thot unë kam kërku për te diçka më të lehtë sa kjo. Unë s'kam kërku që ti më dhon këtë pasurinë për me shpëtu prej dënimit të Allahut. Unë kam kërku diçka edhe më të lehtë sa kjo. Dhe kjo thot teksa ti ke qenë fi sulbi Adam. Ndërkohë që ti ke qenë akoma në shpinën e Ademit, në kuptimin që në atë komunikimin që ne dëfton Kurani, kur Allahu prej shpinës së Ademit i ka nxjerrë këto shpirtat e bijve të vet, edhe prej do thot pi pasardhëve të Ademit alayhis salam, i ka nxjerrë dhe ka marrë dëshmi që Zoti jon është Allahu, i adhuruari jon i vërtet është Allahu. Edhe besatimin edhe beslidhjen njerëzve ka marrë atë ditë, edhe pse nuk kujtohet sot, që nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahu subhanahu wa taala. E i thot Allah azza wa jall këtij që dënohet në xhenem, i thot unë kam kërku diçka më pak se sa kjo. Unë s'kam kërku prej teje që më dhon këtë pasurinë që e ke të jetës, sikur ta kishe pas këtë pasurinë e dunjos. Unë kam kërku prej teje teksa ti ke qenë në shpinën e Ademit, an la tushrika bi shay'a fa abaita illa tushrika bi. Kam kërku prej teje që veç mos më adhuru dikë tjetër krahas meje. Mos më mbo shirk. Dhe ti kom gule me boshek. Në më thonë, kjo hadith dhe shumë provat të tjera japin me kuptu që ne e kemi tauhidin edhe besimin e pastër, edhe njohin Allah dhe adhurimin vetëm adhurimin Allah, e kemi skalitun mrena në natyrën tonë fillestare. Dhe kjo është mëshirë për mëshirat Allahut. Kjo është mëshirë sepse nuk e ka bëu Allah subhanahu wa taala ardhen dhe në tek e vërteta shumë sfiduse. E ka bëu domethënë diçka e cila natyra të çon ka besimi, natyra jote të çon ka njohjen e Zotit, natyra jote të çon ka nënshtrimin ndaj Allahut subhanallahu. Natyra jote të çon me besu se mbi 7 kaqeje edhe mbi këtë ekzistencën ekziston një Zot i plotfuqishëm që e ka krijuar gjithçka këtë që e shohim, edhe ai meriton që na me adhuru Allahun subhanahu wa taala. Thot Allah azza wa jall: "Fa aqim wajhaka lid-din hanifa." Ti drejtohu në fenë e vërtetë dhe adhuroj Allahun. Fitrat Allah leti fatara an-nas alayha. Dhe kjo është natyra që i ka gatuar dhe që i ka skalit Allahu njerëzit. Do thonë, me e njoft një fe të vërtet, me e njoft Zotin e vërtet, me e njoft Islamin, me nështru Allahut është, do thonë, fitra, është natyrshmëri, edhe është prirje natyrshme e njerëzve për Allahun subhanahu wa taala. Do thonë, mëshira vjet pa tek dispozitat, nuk diskutohet tek njohja për Allahun, nuk diskutohet tek profeti sallallahu alaihi wasallam, mirë po shpesh harrohet që ky Zot që është kaq i mëshirshëm, edhe feja e tij është ndërtuar mbi konceptin e mëshirës. Kështu që jemi gjithherë të sigurt që feja Allah subhanahu wa taala është shumë krenare, për herë ballhapër kumtuesit e fejes mund ta thonë troç që çdo dispozit ngarton në vetë drejtësi edhe mëshirë. Njerëzit e padijshëm edhe drejtësinë ndoshta më të kristalt nuk e shohin, ndoshta edhe mëshirën më të kristalt nuk e shohin, mirë po njerëzit arsyeshëm padyshim që e shohin atë. Lutë Allah subhanahu wa taala që të na përfshijë me mëshirën e tij, të mësoj që zemrat e tona të lidhen më shumë me fenë e tij dhe çdo ditë më shumë të shohim bukuritë e fesë Allahut subhanahu wa taala. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad.